Flamurtari në basketbol për femër arriti të marrë një fitore të madhe, teksa mposhti Partizani në Vlorë në takimin e parë final në kuadër të kampionatit kombëtar të basketbollit. Vajzat Donjate dominuan nga fillimi në fund, ndërsa e fituan super sfidën me rezultatin bindës 90-58, një paraqitje karakteri, force dhe vendosmërie, ndërsa ky ekip tregoi se e di se çfarë kërkon titullin kampion. Pallati i Sportit Flamurtari ishte i mbushur nga spektatorët dhe tifozët, të cilët mbështesnin skuadrën e zemrës, ndërsa e pranishme në shkallët e tij ishte edhe kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini. Në këto finale Flamurtari ka më shumë se kur nevojë për tifozët, të cilët janë të pranishëm në mbështetje të skuadrës. Mjaft emocionues ishte fundi i takimit, teksa shifrat 90-58 vulosën edhe fitoren e Flamurtarit në finalen e parë. Shefja e klubit Shumë Sportësh Flamurtari Elona Hasanaj, në prononcimin e dhënë pas takimit, u shpreh të jetë emocionuar nga kjo fitore. Jemi në fund. Është fillimi i fundit. E filluam shumë mirë. Përballë Partizanin që filloi 2-0 me Tiranën, e ktheu në 3-2, një Partizan që ishte kthyer në një familje, kishte përballë Flamurtarin. Aktualisht jemi më të mirët. Përshëndes pafund të gjithë sportdashësit që erdhën sot. Përshëndes nga zemra kryetarin e bashkisë që ishte tifoze ekipit të Flamurtarit mbrapa stolit të Flamurtarit. Kemi ndeshjen e dytë në Tiranë, të mërkurën në orën 2. Nuk mund të themi që është ndeshje lehtë, por do t'ja lëm fushës. Por them diçka që jam e sigurt që ne jemi kampion. Pas ndeshjes foli edhe trajnerja e Partizanit. Vim nga 5 ndeshje shumë të forta me shumë minuta në këmbë. Flamurtari ishte, siç e patë, edhe më mirë fizikisht, pa dyshim. Ndeshja ishte jashtë pritshmërive tona. Megjithatë, ne treguam që gjatë këtyre serive që vim dhe do dasim ande nga fundi, kështu që unë uroj që t'i përmirësojmë ndeshjen. Dua t'i përgëzoj gocat e Partizanit për gjithë këtë muaj kaq intensiv. Madje edhe me 2 ditë diferencë, uroj që të kemi kohë të pushojmë dhe të rikuperojmë disa gabime. Tashmë, Flamurtari do të përgatitet për finalen e dytë, për të arritur një fitore tjetër domethënëse, me qëllim që t'i mbyllë shumë shpejt llogarit për titullin kampion.